20 tetor, ngriuni për vendin tuaj. Pse e larguan amerikanët Ramën nga lidhja ruse në aeroportin e Vlorës? A do largohet i llastuari Kushner nga Sazani? Pse u kujtua me kaq vonesë Dumani për të hetuar Ramën lidhur me Meganikën? Kur Edwin Rama me familjen e tij erdhi në New York te dasma e djalë vajzës Sorosit, shërbimi sekret kishte 20 vet që ruanin Ramën. Rama kujtonte se ruanin liderin global. Edhe pse këtë radhë kishte ardhur pa Goebbelsin e miqërem fugës. Çish ndodh kur përgjojnë taulan ballën apo ballukën që fluturon në qiellin e shtatë. Ata e kanë mbajtur në mbikëqyrje Ramën, duke pasur atë edhe një kod, uloku i gjatë, sa herë që vjen në New York, shtrohet në urgjencë për pllogimin e shtyllës kurrizore. Në një restorant francez në Manhattan, çifti Rama do darkonte me Pacollin, i cili te hoteli ku strehohet Rama mburrej se po ndërtonte një qiell gërvishës në Manhattan. Potencialisht, aksioneri fshet do të ketë qenë Rama. Hetimet që bëhen nga Spaku nuk janë rëndësi, mbas ardhjes Dumanit në SBA, një ndales në departamentin e shtetit, por dhe në departamentin e drejtësisë. Vizita u mbulua me një dasëm familjare dhe me një ftesë në një shtet amerikan. Të gjitha këto nuk janë rastësi. Administrata e Trump do të jetë e ashpër ndaj lidhjeve ruse të Meganikën. Është dënuar Shestikov, ish diplomati sovjetik, i cili është arrestuar në një ditë me Meganikën, por u la i lirë sepse kishte avokat shumë të mirë. Pra, lidhjet ruse duket se do të gruposin atë që i quajnë nga Secret Service ulokun e gjatë. Natyrisht që leja e dhënë nga Rama në Vlorë për Pacollin nuk ka qenë falas, gratis, ka interesat më dha. Ky vend i madh, sa herë dikush ja kam thënë që vjen me pasaport huaj këtu, ka mbikëqyrje FBI. Këta din çdo gjë. Dhe Pacolli mund të fillojë të flasë kundër Ramës, por ka një kufi. Ka një kufi, janë njësoj si grupet mafioze që dërgojnë mesazhe për njëri tjetrin. Natyrisht kjo bën që Rama të ndihet më izoluar dhe të fillojë të ketë trysni, andej nga nuk e besonte. Ndaj nuk ishte rastësi që nuk doli të flaste tek rallia e madhe e UÇK-s. Dikush i ka thënë mos dil. Ata që e kontrollojnë në bizneset e lidhura me krimin në Shqipëri, apo dhe me këto bizneset dyshimta ku në pre të agjencive ndërkombëtare të inteligjencës ka rënë edhe Pacolli. Natyrisht jo kam thënë që Amerikanët kanë interesa në Ballkan. Trump në shikim të parë duket si pro-serb, pro-slav, nga mënyra se si flet. Por interesat amerikane në Ballkan shkojnë përtej zotit Trump. Ka një bazë ushtarake dhe ideja, filozofia e Jesse Helmsit madh për ta mbajtur ariun rus sa më larg nga ujërat e ngrohta në Adriatik funksionon. Por Trump duket se është i butë me Putinin në takimin e fundit dhe kjo duket si kontradiktore. Zelenski i ka thënë që ndaloni aty ku jeni. Nuk po të them ta japësh të gjithë Donbasin, por ato që ka marrë Putini do t'i mbaj, ndryshe ai do ta shkatërrojë vendin tonë. Në këtë situacion që ndodhet sot bota, Trump mori një plus të madh kur arriti të bënda të që quaj armë pushimi i Gazës.
Menjëherë kanë pasur me miliona Amerikanë, kanë dalë në protesta, jo mbretër, no kings, Trumpi është tallur me ta, por problemi është që e majta këtë radhë nuk ishte ndhunshme në përmitingje. Trump akuzon Sorosin që ka paguar, a do të ketë në ndikim? Jo, sepse ajo masë e madhe që ka dalë kundra Trump nuk është me demokratët e gjitha. Demokratët po luajnë shumë keq lojën politike në mbylljen e qeverisë, duke kërkuar të tregojnë fort, por nuk janë as pak. Në qoftë se Trump nuk do të humbas Kongresin, mos e duket habi që të rritë një mandat të re, se si nuk e di. Ai nuk ka të dëshirë për të mos u larguar, dhe si ka gjetur gropëza tek ligjet për të kaluar urdhrat e tij ekzekutiv dhe Gjykata Supreme ka hapur rrugë, për shembull marrin rastin e tarifave. Thuhet që kanë hyrë me miliarda dollar. Por Gjykata Supreme e ka cilësuar të paligjshme mënyrën se si janë vënë tarifat. Ende nuk ka marrë vendimin përfundimtar. Çdo të ndodh, do të kthehen këto pagesa tek ata që kanë paguar. Bill O'Reilly gjithmonë ka thënë që mos dëgjoj se çfarë thot Trump, se çfarë shkruan. Për shembull, ju e mbani mend lidhur me gazën se çfarë pa thënë Trump më parë, që Amerika duhet të marrë gjithçka, duhet ndërtohen vepra të mëdha turizmi. Nuk do të ndodhte kurrë që Amerika të merrte në pronësi gazën, thot Bill O'Reilly. Trumpi nxit një alternativë ndryshe. Rajoni ka shumë urrëtie. Ato që tha Trump më shumë janë idetë e Kushnerit. Përpara 2 ose 3 muajsh, Trump ka habitur shefin e kabinetit tim me deklaratën se Amerika do të marrë kontroll mbi gazën dhe do të largojë palestinezët. Kështu ka thënë Trump më parë. A ka gjasa kjo që të ndodh? Bill O'Reilly do të thoshte 100 vjet jo. Por Trump ka hedhur një granat, thinking out of the box. A ka të drejtë të kërkosh rezultat ndryshe duke bërë të njëjtin gjë, është idiotësi. Gaza është shkatëruar. 70% e godinave janë rrafshuar nga Netanyahu, Milkovski mbi emri i tij nga Polonia i real, i cili rrinë si statuj kur Trump bënte këtë deklarat dhe nuk mohonte as përfshirjen e trupave ushtarake amerikane. Por kjo nuk do të ndodhë sepse Hamasi do të gëzojë të vriste ushtarët amerikanë. Trumpi përpara 3 muaj vetëm sa nxiste një diskutim alternativ, sepse sipas Bill O'Reilly do duheshin 350 vjet që të rindërtohet Gaza, në qoftë se nuk ndërhyn Amerika dhe Arabia Saudite. Trumpi ja ka kërkuar nga Arabia Saudite të investojnë për ta kthyer Gazën në Miamin e lindjes, duke ndërtuar qejgër vishës, hotele, rizorte, çka do të krijonte mira vende pune. Por palestinezët, thoshte Trump, përpara 3 muajsh duhet largohen. Duhet ikin diku dhe Gaza duhet sheshuar. Nuk ka pse ta bënte këtë. Pastrimi, përgjegjësia e pastrimit të Gazës i takon Izraelit. Ata kanë vrarë mbi 60.000 vet. Gaza tani ka një shans të ndryshojë. Por ajo që thoshte Trump atëre nuk ka gjasa të ngjas. 2 shtete, as kjo nuk ndodh. Sepse aty është vetëm një shtet, Izraeli, dhe autoriteti palestinez që është shumë fiktiv, surreal. Arafati, sipas Bill O'Reilly, thot vodhi miliona dollar dhe gruaja e tij shpenzon sot në Paris. Trumpi hodhi këtë granat. E bëri që të heqë vëmendjen nga spastrimet në FBI, CIA, zhdukjen e USAID-it apo mbylljen e departamentit të arsimit. Dje 60 Minutes, një kanal liberal amerikan, por me audiencë shumë të madhe, ishte thuajse i përulur ndaj dhëndrit Trump Kushner dhe ndërtesaxhiut Witkoff për planin me 20 pika të Trumpit. Të dy ata nuk pranuan që aty ka ndodhur është kryer genocid. Por i vënë rëndësi që si delegacioni i Hamasit edhe i Izraelit rënë dakord dhe në fund u përqafuan pas ndërhyrjes tonë. Por përsëri është vetëm marrëpushim, nuk është paqe. Trump ndërkohë kërkon të jetë sundues në ekonominë. Dhe një nga sukseset e tij është që USAID ka vdekur. Miliarda
për zagarët e Soros kudo në glob. Por presidenti nuk ka fuqi ta mbyll këtë agjenci të papërgjegjshme. Kongresi e ka, por presidenti e bën ju funksionale. 10.000 vetë në agjenci të merë. 14 milion dolar për abortin në Zimbabwe dhe 1 milion në Tazhikistan, 35 milion dolar vetëm për 2 gratë e Edvinit, për Arben Male dhe gazetarin imagjinare, 18 milion dolar për median e majtë Politico, New York Times, BBC, kanë marrë fondë nga USAID. 400 gazeta të paguar nga CIA, 2 milion dolar për ndryshim seksin në Guatemala, 23 milion dolar për të ndërtuar një gas station në Afganistan ku nuk ka klient. Prokuroria e përgjithshme duhet të fillojë hetimet. Dikush duhet të shkojë pas burgut. 6 milion dolar për burra që bëjnë seks me burra në Afrikën e Jugut, 8 milion në Sri Lanka për gazetarët për transgenderit, 122 milion dolar janë dhënë për terroristët në Afganistan, dhe ajo fytyra e vështirë, Alexa Soros, duke dhënë vetëm 100 milion dolar për fushat, ka përfituar miliarda dolar për celulat e tij antihumane, antiperëndimore. Nëse demokratët do të vazhdojnë të qajnë për mbylljen e USAID-it, e zërit Amerikës nuk kanë fituar për dekada as Senatin as Kongresin. Trumpi ka kërkuar me kohë që të shkrihet USAID. Janë në mënyrë të habitshme 40 milion dolar në mënyrë tinzare nga USAID-i përmes Eco Health kanë kaluar për laboratorin e virologjisë në Wuhan. Mbas dëshmive në Kongres, Fauci ka pranuar se ka pasur në kontroll vetëm 600.000 dolar për atë laborator. Janë bërë festivale transgjenore te oqeanit, libra komik për gejt. Dhe demokratët thuaj se u çmendën nga mbyllja e USAID-it drejtuar nga Samantha Power. Kjo agjenci është krijuar nga një urdhër ekzekutiv, dhe nëse krijohet nga një urdhër ekzekutiv, mund ta mbyllësh me një urdhër ekzekutiv. Trump po bën shumë gjëra dhe po bën shumë shpejt. Ajsa e majta është kapur e pa përgatitur. Panama, Meksik, Kanada, kufiri, BE, pastaj janë tek konfirmimet në Senat, emrimet të panatyrshme. E majta nuk po merr dot frym. Trump bën shumë shpejt për tharjen e Washingtonit. Ai merret me kufirin, fentanolin, nuk e ka harruar Groenlandën dhe opozita është një shkatrim total. U pa qartë tek zgjedhjet e demokratëve të kreu i Komitetit Kombëtar, ku më shumë u morën me transgenderët se sa me garën. Partia Demokrate këtu ka mbështetjen vetëm të 31% amerikanëve. Në qoftë se nuk lëvizin drejt qendrës, Trump realisht do të bëhet mbret përmes ligjit, nuk e kundërshton dot askush. Duhet një grup tjetër që ta ndalojë. Por simbas Victor Hanson, Trump është një George Patton, një gusht. Armata e tretë ishte gati të kalonte rinin. Dhe Pattoni pati guxim. Nuk duhet ndalosh. Pra edhe Trumpi nuk duhet ndalet. Por duhet këtë mbështetje nga Rubio, për shembull, që bëri një punë të shkëlqyer në Panama. Pra Trump, si Patton me armatën e tretë, është në sulm. Dhe të gjithë njerëzit që ka për çak po e mbështesin. Është si lloj këmbësorie që konsolidon sulmin shkatrues. Por Trumpi duhet i bëjë në mënyrë institucionale marrëveshjet. Një grup njerëzish mund të shkojnë në Meksik, ta institucionalizojnë ato që do në Trump, do të shkojnë në Panama, do të flasim në Danimarkën, dhe Trumpit e duhet më shumë guxim, më shumë ambicioz, në këtë kohë shumë të pakët. 4 vjet, ai mund ta dëmtojë shtetin administrativ. Opozita thotë se do ta ngadalsojmë. Kaq mund të bëjnë, nuk e ndalin dot. Në qoftë se është i suksesshëm tek konfigurimi i karrikeve në Senat, për të çbërë atë që kanë bërë demokratët në mënyrë të drejtë, kanë marrë rreth 20 karrike në Kongres, Trump nuk do të humbas Kongresin. Natyrisht që Trump
e kam thënë që ndryshon nga qasja politike që ka ndodhur deri tani në Amerikë. Në marrëveshjen ndërkombëtare më vjen keq, por nuk është ashtu si thot Boltoni që duhet vepruar gjithmonë përmes rregullave skolastike të diplomacisë. Trump po shikon lidhjet personale se një ish biznesmen ndërtimi. Pra Trump ulet me ty në tryez, thot do të bashkëpunojmë, do të përfitojmë të dy. Kjo për ty, kjo për mua. Dhe në këtë mënyrë i uli Arabët, Katarin, Turqin dhe detyroi Netanyahu në mënyrë turpshme të kërkonte falje duke lexuar një letër ndaj Katarit. Trump e detyroi. Do të jetë i suksesshëm me Ukrainën? Ja ka bërë të qartë. Putini ty të shkatron. Para duket i butë, është vetëm një mënyrë përmes lajkatimit për të arritur tek të paktën armëpushimi. Më pas do të vinte paqja. Për Ballkanin, çdo veprim zbutës i Trump ndaj Putinit është negativ. Sa më shumë ai vlerëson figura autoritare si Orban, Erdogan apo ai i Azerbajxhanit, është negative për Europën. Natyrisht që këshilltarët e tij po veprojnë shumë. Miller është personi me më shumë power, potencë në Shtëpinë e Bardhë. Ai kontrollohet nga projekti 2025. Tradita, nacionalizmi, politikat e djathta. Sistemi i drejtësisë është në banko provë. Por mbas asaj urrëtie të madhe politike që bën ndaj Trumpi e patën fushat që do ta akmerren. A është akmarrje apo vënie në rregull e drejtësisë? Askush nuk është mbi ligj. Nëse e kanë shkelur Kami, ish drejtori i FBI, ish drejtori i CIA-s, ish kreu sigurisë kombëtare, ish këshilltari i sigurisë kombëtare, do të përballen me akuza në gjykatë. Natyrisht që në gjykatë, jo kam thënë, janë gjykatat në vendet liberale të majta, është e vështirë të dënosh dikë që është kundër Trump, sepse juria me 12 vet përbëhet nga votuesit në New York për shembull. S'ka shans që Trump të fitojë, sepse juria përbëhet nga shumica demokrate. Në Texas është e kundërta. Ndaj po zhvillohen hapjet e akuzave në ato vende ku ka shanse të fitojnë. Dhe jo është dënuar nga Trumpi haptas për Sorosin në 6 shtete. Kjo do të ishte goditja më e madhe, mbështetja më e madhe për ne. I rikthejmë dhe njëherë asaj. Dumani në hikje ka filluar hetimin e dosjes Ramës për McGonigal. Ka marrë në pyetje 6 orneza, ka marrë duçkën, duhet ta ketë marrë Ramën. A do të ketë fuqi kreuri i Spakut apo do të bëjë një dhuratë për gjithë shqiptarët Dumani përpara se të largohet? Nuk është rastësi. Nuk është rastësi, aq më tepër kur në ekuacion kanë hyrë lidhjet financiare të Ramës të dyshimta dhe Pacolli mund ta hap atë pislikun e madh të mënyrës se si bën biznes Rama. Të ndërtosh një aeroport është interes strategjie kombëtare. Një aeroport vetëm 20 km larg nga Kuçova, ku do jetë një bazë amerikane, është skandal. Një publicitet nga Bana King të thejmë përsëri. Jam kthyer përsëri. Pothuajse çdo ditë Donald Trump thotë se është viktimë e një gjuetie shtrikash. Po çfarë thotë në të vërtetë? Mbasi kam lexuar librin e O'Reillyt, Vrasja e shtrikave, shikoj origjinën amerikane të shkatrimit të qenieve njerëzore mbi akuzat pa baza. Në vitin 1692 shpërtheu një histori në Salem, Massachusetts, pasi njerëzit u vranë, familjet u shkatruan. Sot përsëri kemi një lëvizje të organizuar për të demonizuar njerëzit pa proceste të rregullta dhe pa ndershmëri. Kjo quhet kultura e anulimit dhe është e përqafuar nga media e korporatave.
Menjëherë mbasi Rupert Murdoch dha dorëheqjen nga drejtimi i Fox News, konkurrenti i tij, CNN, publikoi një histori në kohën kryesore, duke thënë që Fox News është një organizat raciste, fanatike. Dha një segment që u drejtua nga Afrikan-Amerikania Abby Phillip, një grua e majt, dhe prezantoi një montazh kafshimesh zanore krijuar për të demonizuar Fox News. Midis tingujve ishte një deklaratë 8 sekonda nga Bill O'Reilly. Sklevrit që punonin tek shtëpia bardh ushqeheshin mirë dhe kishin banesa të mira, të siguruara nga qeveria federale. Nuk kishte asnjë kontekst, por u mor nga një diskutim i vitit 2016 për ndërtimin e shtëpisë bardh. Bill O'Reilly i patë thënë Michelle Obamës ti jeton në një shtëpi të ndërtuar nga sklevrit. Kushdo që dëgjon ato 8 sekonda mund mendoj se Bill O'Reilly ishte i pandjeshëm ndaj skllavërisë, duke e falur atë. Por kjo është një gënjeshtër. CNN e dinte. Obama u nxe shumë nga kjo deklaratë e Bill O'Reillyt. Dhe Bill O'Reilly tha që sklevrit morën pjesë në ndërtimin e shtëpisë bardh. Janë të dhëna që tregojnë 400 pagesa të bëra për pronarët e sklevrëve nga 1795 në 1801. Përveç kësaj, sklevrit që punonin atje ishin të ushqyer mirë, kishin banesa të siguruara nga qeveria, e cila do të ndalonte përdorimin e sklevrëve në 1802. Është fakt historik. Dhe Bill O'Reilly ishte i lumtur të afronte këtë mbrojtje të Michelle Obamës. 3 ditë mbasi CNN-i bëri një demonizim nga Trumpit, avokatët të Bill O'Reilly dhe avokatët të tij shkruajtën menaxherët kryesorë të CNN-it duke kërkuar që të kërkonte falje ndaj Bill O'Reillyt. Ata ju përgjigjen që askund tek hyrja e zonjës Phillip nuk akuzon klientin tuaj të përfshirë për racizëm. Në vend të kësaj, ajo i la fjalët aktuale të flasin vetë, pa ndërmjetësim, kështu që shikuesit mund të nxjerrin përfundimet e tyre. Asnjë falje nga CNN. Po ime se shikuesit mund të nxjerrin përfundimet e tyre nga një deklaratë e redaktuar jashtë kontekstit është e pandershme. Media e korporatës majt ka kohë që ka përqafuar plotësisht kulturën e anulimit, duke përdorur vazhdimisht mashtrimin për të demonizuar kundërshtimin e perceptuar të saj. Ashtu si klerikët e këqij në Salem, kërkesa e të vërtetës nuk ka vend në botën e tyre. Vizitorët e kulturës së analuar nuk mund të përdorin militar për të varur objektet e tyre, por mund të përdorin fuqinë mediatike. Dhe ata po e kryen këtë. Deri kur? Nuk e di. Do të jem gjatë kësaj jave në Washington, edhe pse Departamenti i Shtetit, nga që qeveria është mbyllur, nuk funksionon zyra e medias si zakonisht. Do të kem takime me gazetarë që janë marrë shumë me dosjen e McGonigal dhe për të cilë gjëra më reale ç'po ndodh me këtë. Arrestimi i Shestikov, ish deputeti sovjetik, hapja e dosjes McGonigal, thirrja e tij për intervistë nga drejtorët e FBI-t dhe nga Departamenti i Drejtësisë, përfutja në ekuacion e linjës Moskës, bën që të përmbysen shumë gjëra për anë. Nuk e kam të sigurt, por akuzat janë dhe informacionet që kur ka ardhur herën e parë si kryeminist është takuar me Lavrov. Duhet ta di, sa herë që një diplomat, një kryeminist, ish president vjen në New York, ai që është sot në postin e McGonigal ngarkon zyrtarët e FBI-t për përgjime, mbi këqyrje dhe ata dinë çdo gjë. Mbas tigrit të Zvicrës, Pacolli dhe Fuga mund të flasin shumë, mund të kenë folur.
në Shqipëri.